Të dashur shqiptar, historia e Shqipërisë është lufta e yjeve. Është një roman fantastiko-shkencor, sepse askush nuk mund ta besojë që fjala turke gemi, i thon varkës, është gjemia në shqip, bullgarisht dhe në gjuhën maqedone. Jahni, nga gjuha turke, është jahnia në gjuhën shqipe, maqedone dhe atë bullgare. Boru, e gjuhës turke, është buria, në gjuhën shqipe, boria, në gjuhën maqedone, buria, dhe në gjuhën bullgare, buria. Çfarë ka ndodhur? Në të gjitha huazimet që kanë hyrë nga gjuha turke në gjuhën maqedone dhe atë bullgare, është krijuar një prapashtesë e emrave femror ija. Tani, kjo prapashtesë konsiderohet në gjuhën shqipe si element dialektor. Shqiptohet ija në fund të fjalës, por shkruhet ija për ta barazuar me gjuhën greke të lashtë. Ky është qëllimi. Mirë, po kjo është prapashtesë slave. Ekziston në serbisht, në gjuhën slave kishtare, në gjuhën ruse, ukrainase, dhe unë do e kisha zbuluar këtë më përpara, por kjo në gjuhën polake që unë e di mirë është a, pra është reduktuar në a. Në të gjitha variantet tjera slave është ija. Nga njëherë shkurtohet në ja, në gjuhën ruse. Pra, forma e trajtës së shquar të emrave abstrakt në gjuhën shqipe krijohet sipas modelit të gjuhëve slave. Merrni frym thellë. Të gjithë emrat e trajtës së shquar në shqip e krijojnë trajtën e shquar me prapashtesën slave ija, që ne shkruajmë gabimisht ija. Po të mos ishin huazimet turke, që janë të barabarta shqip, bullgarisht, maqedonisht, unë nuk do kisha bërë kur këtë zbulim. Por gjëja më të mërshme është diku tjetër. Është zbuluar në kulturën e Komanit, një kulturë e çuditshme. Është kultura e kumanëve, që Akademia e Shkencave të Shqipërisë kujton se është kulturë ilire. Po ashtu kumanët janë shqiptarët maqedon në Kumanov. E pra kumanët janë populli jo indo-europian. Kumanët, kipçakët dhe bullgarët e kanë harruar gjuhën e tyre të lashtë turkmene, aziatike dhe kanë mësuar gjuhën slave. Dhe kanë hyrë elementet të gjuhëve slave në shqip, të folur në Kumanov dhe në Koman, në Shqipëri, në gjuhën bullgare dhe atë maqedone. Shikoni vetë sepse ky zbulim është bërë krejt rastësisht. Nuk e ka ditur as Majri, as Jokli, as Pederseni. Madje nuk e ka ditur as zonja Omari, që është eksperte e serbishtes. Nuk e ka ditur njëri deri më sot. Është zbulim shumë i dhimbshëm, shumë i tmerrshëm. E barazon gjuhën shqipe nga ana gramatikore me gjuhën slave. Jo vetëm që njëjsi është i njëjtë me gjuhën bullgare, por edhe shumë si gjemitë, buritë, jahnitë, është një lloj. Në gjuhën shqipe, në gjuhën maqedone dhe në gjuhën bullgare. Edhe njëjsi, edhe shumësi. Kështu formohet. Jam tmerruar jashtëzakonisht, ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, ky zbulim është bërë krejt rastësisht, duke parë fjalë të huazuara nga turqishtja në gjuhën bullgare dhe atë maqedone, që janë identike me shqipen, gjemi, gjemia,
bori, boria, jahni, jahnia, dhe kjo prapashtes ija shkruhet në gjuhën shqipe ija gabimisht. Duhet të shkruhet ija si në original, ose shkruani ija si që shkruani, por kjo është prapashtes slave. Kjo prapashtes është në gjuhën serbe, në gjuhën maqedone, në gjuhën polake dhe në gjuhën ruse. Është të tmerrshme kjo që ka ndodhur. Është përtej imagjinatës njerëzore. Pra kjo prapashtes formon emra në gjuhën ruse, në gjuhën serbe, në gjuhën polake dhe në gjuhën bullgare dhe maqedone, njëlloj si në gjuhën shqipe. Krijohen emra abstrakt me këtë prapashtes, ndërsa në shqip kjo është bërë forma e trajtës së shquar të emrave femëror. Shikoni me kujdes. Ky zbulim duhet ishte bërë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë ose të paktën nga Universiteti i Tetovës, por shqiptarët janë çmendur dhe besojnë që janë pellazg. Pra një grua e mirë nga Pradeshi, me origjinë nga Hindustani, ka ardhur në Shqipëri në shekullin e 15 me gjyshrit e saj, ka banuar në Greqi dhe nga Greqia ka ardhur në Shqipëri, bashkë me njerëz të tjerë nga Pradeshi, janë përzirë me shqiptar dhe tani atyre vetja u duket pellazg, sepse pellazgët kanë banuar në Greqi në shekullin e 8 para erës sonë. Nuk kanë lidhje fare me shqiptarët, emrat pellazg janë emra grek, do t'i shikojmë në filmat të ardhshëm. Kjo është e tmerrshme. Tani pse nuk është bërë ky zbulim më përpara, sepse kjo prapashtesë është e njëjtë me prapashtesën greke ija. Dhe ne shkruajmë si grekët ija, ndërsa në gjuhën slave është ija dhe jo ija, si në greqisht. Pra, është ija në gjuhën slave të lindjes, është ija ose ja në gjuhën bieloruse, në gjuhën ukrainase, në gjuhën ruse, ija është në gjuhën slave kishtare, në gjuhën bullgare është ija, edhe shumë si është i njëjtë si në bullgarisht, edhe në shqip, edhe në maqedonisht, jo vetëm njëjsi. Ndërsa në gjuhën polake është me a, është reduktuar nga ija në ja dhe në fund a, prandaj nuk e zbulova më parë, e kam zbuluar rastësisht. Forma slave kishtare ije ka hyrë në gjuhën arumune gjithashtu, një lloj si në shqip. Jahnie është një lloj si në gjuhën slave kishtare, edhe në gjuhën arumune. Pra arsye kryesore përse nuk është bërë ky zbulim më përpara është sepse mendohej që gjuha shqipe ka marrë këtë si të trashëguar nga greqishtja dhe ilirishtja. Ishte ija, ndërsa në gjuhën slave është ija me j. Edhe në shqip ashtu është. Gjemia, boria, shtëpia, jahnia. Akademia e Shkencave të Shqipërisë kujtonte se j krijohet për të mbuluar hiatusin midis dy zanoreve të zhveshura, vendoset një bashkëtingëllore j. Për ta zbutur kalimin nga një bashkëtingëllore, pra që është j-ja, zbut si një ur shqiptimin nga zanoria në zanore. Pra ka qenë ija dhe është zbutur në ija në gjuhën slave. Dhe kështu është dhe në shqip. Akademia mendon që kjo është formë dialektore. Jo, ne duhet ta shkruajmë ashtu siç e shqiptojnë shqiptarët. Gjemia, shtëpia, boria. Është prapashtesë slave që është bërë forma e trajtës së shquar të emrave femëror në shqip. Tani, shqiptari është një qenie e çuditshme. Në këtë botë, ai ndërton shtëpinë vet. Kur vdes, ja ndërtojnë shtëpinë të tjerët. Por shqiptari nuk e di se shtëpinë e gjyshërve të tij ja kanë ndërtuar grekët të dashur shqiptar. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.